Marrëdhënia ime me kërcimin, unë kam bërë llafe me kërcimin, ne kemi vite që s'flasim. Me këtë rast u pajtuam edhe shohim si do na shkojë marrëdhënia. Në momentin që mu tha, domethënë, mu bë si ftesë, e prita shumë mirë dhe mendova që pse jo mos aprovoj veten në një fushë ndryshe nga ajo që më kam parë publiku në të shumtën e rasteve. Gjëja e parë që mendova kur më kontaktuan ishte që a do arrit dot përshtaten me baletin, por fal edhe partnerës që kam në balet, mendoj se ato pengesat fillestare mendoj se i kam kaluar. Ne jemi gjithkohës pothuajse bashkë në kohën që bëjmë provat. Edhe më vjen mirë që ka konkurrencë spikatur, ka personalitetet ndryshme, secili përfaqëson diçka të tij personale dhe mendoj që janë që gjithë karaktere të fortë e personalitete të fortë në secilin fushën e vet. Renisi dhe Olta në një Jive. Renisi dhe Olta